Guvernatori i Bankës së Shqipërisë Gent Seko ka marrë pjesë në mbledhjet e pranverës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe të grupit të Bankës Botërore, që është zhvilluar në Washington në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Seko zhvilloi një takim me Antonella Basani, zëvendës presidente e Bankës Botërore për rajonin e Evropës dhe Asisë Qendrore, në kuadër të mbledhjes së pranverës së Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe Bankës Botërore. Gjatë takimit është vlerësuar bashkëpunimi i deritanishëm me Bankën Botërore, veçanërisht përmes mbështetjes teknike dhe projekteve të realizuara përmes kompanisë së rregullimit të sektorit financiar. Guvernatori Seko ka shprehur mirënjohjen për këtë mbështetje dhe theksoi angazhimin për thellimin e mëtejshëm të bashkëpunimit midis këtyre institucioneve ndërkombëtare. Kanë diskutuar zhvillimet pozitive ekonomike në vend, që karakterizohen nga rritja e qëndrueshme ekonomike, ka thënë Seko, ku ka shtuar se përmirësimi i financave publike, stabiliteti i tregjeve dhe forcimi i sektorit bankar janë në fokus të Bankës së Shqipërisë. Seko tha se politikat monetare dhe financiare të Bankës së Shqipërisë mbeten të orientuara drejt ruajtjes së stabilitetit të çmimeve dhe forcimit të qëndrueshmërisë financiare, ndërsa theksoi se rëndësia e reformave strukturore në funksionim të zhvillimit të qëndrueshëm të vendit tonë.